Kolapsi energjetik në vend riktheu sërish zhurmën e gjeneratorëve. Mungesa e prodhimit dhe një konsum i lartë kanë bërë që të ketë vështirësi në furnizim dhe kjo gjendje ka hapur rrugët për import të madh të rrymës. Kompania kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO ka bërë me dije se është detyruar të sigurojë rreth 50% të energjisë elektrike përmes importit. Sipas saj, kjo është bërë përmes kontratave bilaterale, por edhe përmes tregtimit me oferta brenda ditore. KESCO ka folur për vështirësi në sigurimin e energjisë, për siç ka thënë, për shkak të problemeve në kufirin me Serbinë dhe kapaciteteve të kufizuara në kufit me Malin e Zi dhe Maqedoninë Veriore. Edhe Alpec, bursa e përbashkët energjetike e Kosovës dhe Shqipërisë, nuk ka ofruar mjaftueshëm furnizim. Sikur të kishim projekti Kosovës 3, cili ka pas me produ 500 MW dhe çmimi ka qenë 1.1 miliard dhe 1.3 miliard dhe kthimi investime ka qenë për 20 vite, ku pas 20 vite Kosova e kish me të shtetit falë. Domethënë e kish mbulu këtë problem energjetik që ne kemi sot. Pastaj zgjidhja tjetër ka qenë gazi amerikan, i cili nuk është realizu, dhe në anën tjetër janë dikon 3000 operatorë ekonomik që i kanë kërkesat e tyre për me prodhu energji elektrike përmes burimeve alternative. Mirë, po për shkak të probleme birokratike që i ka vendosur shteti jonë, nuk po mundën me marrë licencat për me mujtë me prodhu. Gjatë vitit 2025 ka pasur raportime për import të lartë të energjisë me vlera qindra milionëshe. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm gjatë muajit nëntor të vitit të kaluar, Kosova ka importuar 325.000 MW. E në këtë tregtim rrymë të Kosovës, përfituesi milionave kishte qenë edhe biznismeni serb Vuk Hamović, përmes kompanisë së tij të bartjes së energjisë Energy Financing Team. Kjo kompani ishte licencuar për tregtim dhe furnizim me energji në Kosovë në vitin 2021 nga zyra rregullatorit të energjisë. Përveç problemeve me furnizim me energji, qytetarët e Kosovës janë përballur këto 5 vjet edhe me shtrejtim të faturave. Një shtrejtim i radhës i rrymës është paralajmëruar se do të ndodhë edhe në pranverën e këtij viti.